teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Gati një vit pas aktimit të masës së sigurisë që detyron të paraqitet 2 herë në muaj në SPAK, Sali Berisha nuk e njeh si të bazuar ligjërisht hetimin ndaj tij për dosjen Partizani. Kryetari i Partisë Demokratike cilëson akuzën politike dhe theksoi se pasuritë e familjarëve janë deklaruar sipas ligjit. Ai sulmoi edhe gjykatën kushtetuese për mungesë transparence dhe vendimarrje të diktuar politikisht. Gati një vit nga caktimi i masës së sigurisë që e detyron të paraqitet 2 herë në muaj në SPAK, Sali Berisha nga prokuroria e posaçme nuk i ndali akuzat ndaj kryeprokurorit më parshëm Altin Dumani. Armiku të pluralizmit politik dhe avokati të Mek Gonigalit, me garanci se krimet e tij nuk do mbeten pa ndëshkim në merituar ligjor. Sali Berisha i ka cilësuar akuzat për dosjen Partizani si politike dhe të pabaza ligjërisht. Shtetasit maltezi kanë përfituar, si kanë përfituar 1 milion shqiptar nga privatizimi i banesave, në atë kohë që të dy nuk kanë qenë kryefamiljar, por kanë qenë antar të familjeve që kanë privatizuar në përputhje me ligjin 7652. Kjo është pra noviteti i akuzës Altin Troplinit dhe ish delatit sigurimit shtetit, Sikundër dhe Enkelejda Fetahut. Berisha nuk ka kursyer kritikat ndaj institucioneve të drejtësisë duke akuzuar gjykatën kushtetuese për mungesë transparence dhe vendimarrje të diktuar politikisht. Se janë një grup mjeransh, organizat e mirëfillt e Partisë Socialiste, gjykate turpit që vepron në këtë mënyrë. Gjykata ishte detyruar të bëjë njoftimin publik, u mblodhem, vendosem, nuk vendosem. Kjo është gjykata. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kritikoi qeverinë për vonesa në shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Ai e cilësoi këtë si një sfidë ndaj drejtësisë dhe qytetarëve shqiptar, duke përmendur dënimin prej 1.2 miliard eurosh. Berisha konfirmoi që Partia Demokratike do të vazhdojë të kërkojë një qeveri teknike për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. 2 vite më parë, Kuvendit i mjaftoi vetëm 4 ditë për të hequr imunitetin parlamentar të Sali Berishës, por në rastin e Belinda Ballukut, procesi duket i zvarritur. Kryedemokrati akuzon Partinë Socialiste dhe kryeministrin Edi Rama për sfidë ndaj drejtësisë, duke theksuar se rregulloria e parlamentit parashikon raportin e Këshillit të Mandateve brenda 2 javësh, ndërsa në këtë rast kanë kaluar 20 ditë që nga dorëzimi i kërkesës së SPAK-ut. Në qoftë se rregulloria e parlamentit parashikon që brenda 2 javëve raporti i Komisionit të Mandateve, i Këshillit të Mandateve paraqitet në parlament, unë ju them sot se kanë kaluar 20 ditë nga data e dorëzimit në parlament të kërkesës së prokurorëve për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Lubi Ballukut. Edi Rama sfidon në këtë mënyrë në një grup shteti qytetarët shqiptar. Në të njëjtën kohë, Partia Demokratike mbetet e vendosur për kërkesën e saj për një qeveri teknike, e cila do të sigurojë përgatitjen e një procesi zgjedhor të drejtë dhe transparent. Insiston dhe do insistoj për një qeveri teknike për përgatitjen e një procesi të drejtë zgjedhor. Partia Demokratike nuk avancon as dhe një emër pa u arritur marrëveshja për qeverinë teknike. Pasi të arrihet marrëveshja për qeverinë teknike, pa diskutim, Partia Demokratike do të avancojë ose do paraqes propozimet e veta krahas forcave të tjera politike. Berisha është i bindur se Rama do të ketë fundin e presidentit të Venezuelës, arrestimi të cilit nga forcat amerikane DEA ka ngjallur optimizmin e shqiptarëve sipas kryedemokratit. Janë një thirrje e madhe për shqiptarët për të ngritur në revolt dhe për të larguar këtë qeveri, për t'i dhënë narkodiktatorit të tyre atë fund të turpshëm që pati narkodiktatori i Venezuelës. Kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku mbetet ende pa përgjigje nga Kuvendi, i cili pritet të rifillojë punimet në 19 janar. Partia Demokratike kërkon që çështja të mos varritet më tej dhe të shqyrtohet sa më shpejt nga Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit.
Kërkesa e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku vijon të mbetet pa një vendim nga ligjvendësit, në një kohë kur kuvendi ndodhet ende në pushimet e dimrit. Punimet parlamentare pritet të rifillojnë në 19 janar, por opozita kërkon që shqyrtimi i dosjes Balluku të mos shtyhet më tej. Partia Demokratike ka depozituar një shkresë zyrtare ku gjysma e anëtarëve të Këshillit të Rregullores së Mandateve dhe Imunitetit kërkojnë që më 6 janar të zhvillohet një mbledhje e re. Sipas kërkesës, në tryezë duhet të ulen 3 prokurorët e SPAK-ut, avokati i mbrojtjes Ballukut dhe 10 deputet antar të Këshillit për të vijuar shqyrtimin e çështjes. Opozita argumenton se bazuar në provat e paraqitura nga SPAK, zvarritja e procesit rrezikon intimidimin e dëshmitarëve dhe prishjen e provave. Demokratët kërkojnë që Këshilli të dalë sa më shpejt me një raport në mënyrë që seanca plenare të vendosë nëse zëvendës kryeministri ndodhet ose jo në kushtet e heqjes së imunitetit. Nga ana tjetër, majoranca socialiste ka mbajtur qendrim se kuvendi duhet të presë më parë vendimin e gjykatës kushtetuese për masën e pezullimit nga detyra qeveritare të Belinda Ballukut. Vetëm pas këtij vendimi, sipas socialistëve, mund të shqyrtohet kërkesa e SPAK-ut për arshpërsimin e masave ndaj saj. Në përgjigjen e dërguar opozitës me 24 dhjetor, thuhet se avokati i Ballukut ka kërkuar 3 javë kohë për përgatitjen e mbrojtjes ligjore, ndërsa për aq kohë sa palët nuk janë pajisur me kohën e nevojshme, nuk plotësohen kushtet procedurale për caktimin e një date të re mbledhjeje. Gjykata kushtetuese pritet të nisë në 22 janar shqyrtimin e ankimimit të kryeministrit lidhur me masën e sigurisë të pezullimit nga detyra të Belinda Ballukut. Gjykata e posaçme ka refuzuar sërish kërkesën e kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta për të zëvendësuar masën e sigurisë arrest me burg. Avokati i Metës, Kujtim Çakrani, ka deklaruar se klienti i tij nuk mund të ofrojë garanci pasurore, ndërsa ka akuzuar gjykatën për mungesë arsyetimi. Gjykata e posaçme ka rrëzuar për herë të dytë kërkesën e Ilir Metës, kreut Partisë së Lirisë, për zëvendësimin e masës së sigurisë arrest me burg. Avokati i tij, Kujtim Çakrani, ka deklaruar për mediat se Meta nuk mund të lërë garanci pasurore për lirimin nga qelia, duke argumentuar se nuk disponon pasuri. Me gjithë problematikat që ka shfaqur vitin e kaluar dhe menduam që ta niste vitin mbar duke i dhënë një të drejtë procedurale ligjore që Presidenti i Republikës të vazhdonte hetimin ose dhe gjykimin në një mas tjetër sigurimi që ne alam në dëshirën e gjykatës. Zoti Meta nuk mund të lërë garanci pasurore sepse nuk ka pasuri. Unë kam qenë disponibël që t'i lija në pronat e mia zotit Meta dhe do t'ja lë me shumë kënaqësi që Presidenti i Republikës i vendit tim, dhe mos harroni, ish një nga presidentët më dinjitos që ka pasur kjo Republikë në 35 vite për mos në 45 vite. Organi procedurës sot nuk dha asnjë shpjegim gjykatës dhe nuk kishte asnjë bazë ligjore pra ta arsyetonte pse duhet rrëzuar kërkesa. Thjesht qëndron fakti që po të qëndrojë jashtë do rikryej veprën penale për cilën ai akuzohet. Çakrani ka akuzuar gjykatën për mungesë arsyetimi, duke theksuar se nuk dha asnjë shpjegim ligjor sepse Meta duhet vazhdojë të qëndrojë në burg. Nga ana tjetër, SPAK e akuzon Metën për 3 vepra penale: korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje e pasurisë. Dosja e tij u dërgua për gjykim në fund të muajit gusht dhe përfshin hetim për aferën Çesdia, lobim të LSI-s në Shtetet e Bashkuara dhe hetim pasuror të kryetarit të partisë. Në të njëjtën akuzë po përballet edhe ish-bashkëshortja e Metës, Monika Kuremadi, ndërsa procedura ligjore vijon të jetë në fokus të mediave dhe opinionit publik. Refuzimi i gjykatës për të ndryshuar masën e sigurisë konfirmon vijimin e procesit penal ndaj Metës dhe forcon vendosmërinë e SPAK-ut për të ndjekur ligjin për këtë çështje. Gjykata e posaçme ka shtyr me 19 janar seancën paraprake ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe bashkëpandehurve të tjerë në dosjen e ngritur nga SPAK. Shtyrja u bë për shkak të mungesës së 2 avokatëve mbrojtës, përfshirë avokatin e caktuar nga gjykata dhe mbrojtjen e Veliajt. Kryebashkiaku nuk u shoqërua në kohë nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, duke penguar edhe zhvillimin normal të seancës. Seanca paraprake në gjykatën e posaçme kundër kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe të bashkëpandehurve të tyre është shtyr në datën 19 janar. Sipas burimeve zyrtare, arsyeja kryesore ka qenë mungesa e 2 avokatëve mbrojtës, mes tyre dhe avokatëve kryesor të caktuar nga gjykata për Veliajin, e cila ka kërkuar shtyrjen përmes një emaili, duke sqaruar se ndodhej jashtë vendit. Në seancën e zhvilluar këtë të hënë, nuk ishte i pranishëm as Veliaj. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve nuk e ka shoqëruar në kohë pavarësisht se kryebashkiaku ishte në
pritej që nga ora 7 e mëngjesit në Durrës për furgonin e shoqërimit. Ai mbërriti vetëm rreth orës 9 në të njëjtën kohë kur seanca në Gjogogo kishte filluar, duke pamundsuar pjesëmarrjen e tij. Stafi i Veliajt ka bërë me dije se kryebashkiaku ka kërkuar të mbrohet vetë dhe të ketë mundësinë për të marrë dosjen e plotë nga SPAK për përgatitjen e mbrojtjes. Nga ana tjetër, kjo situatë ka nxjerrë në pa mungesën e koordinimit mes drejtorisë së përgjithshme të burgjeve dhe orarit të zhvillimit të seancës në gjykatë. Seanca e ardhshme është caktuar në 19 janar kur gjykata e posaçme do të vijojë shqyrtimin paraprak të çështjes, duke u fokusuar në rolin e kryebashkiakut dhe të bashkëpandehurve të tjerë në dosjen e ngritur nga SPAK. Policia e Tiranës njoftoi arrestimin e 4 personave dhe procedimin penal ndaj Adriatik Lapajt dhe disa aktivistëve të Partisë Shqipëria Bëhet për hedhje sendesh të forta dhe pushtimin e hapësirës publike. 2 efektiv policie u lënduan gjatë incidentit, ndërsa njëri prej tyre vazhdon të marrë trajtim në spital. Lapaj akuzoi në rrjetet sociale kryeministrin Edi Rama për incidentin dhe denoncoi policinë për veprime në shërbim të urdhrave të tij. Policia e Tiranës ka njoftuar për arrestimin e 4 personave dhe procedimin penal ndaj Adriatik Lapajt, kreut Partisë Shqipëria Bëhet, si dhe disa aktivistëve të tjerë pas protestës së zhvilluar të dielën para kryeministrisë. Incidenti ndodhi gjatë një ndërhyrje të forcave të rendit për të hiqur çadrën dhe objektet e vendosura nga aktivitetet pa leje. Sipas policisë, disa pjesëmarrës hodhën sende të forta ndaj efektivëve, duke lënduar 2 prej tyre. Njëri prej tyre mbeti në spital për trajtim mjekësor. Adriatik Lapaj u shoqërua pas mesnate në spitalin e traumës, pasi gjatë ndërhyrjes u godit aksidentalisht me një nga ngroset me gaz të vendosura brenda çadrës. Ai përmes rrjeteve sociale bëri përgjegjës direkt kryeministrin Edi Rama për incidentin dhe akuzoi policinë se ka vepruar në shërbim të urdhrave të tij. Materialet e mbledhura nga policia janë referuar në prokurori ku Lapaj procedohet për pushtim të hapësirës publike dhe përkundër urdhrit të punojësve të policisë. Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta në opinionin publik dhe ritensionet mes protestuesve dhe forcave të rendit. Gert Bushati, arrestuar për vendosjen e tritolit në panelin e matësve elektrik në një pallat në Shkodër, ka pranuar autorsim para gjykatës. Nga shpërthimi humbi jetën 67 vjeçari Hysni Ymeri. Bushati deklaroi se ishte mashtruar nga porositësit, si dhe i është thënë se eksplozivi do të përdoret vetëm për të trembur. Gert Bushati, arrestuar për vendosjen e lëndës plase në panelin e matësve elektrik të një pallati në Shkodër, ka pranuar para gjykatës se është personi që ka vendosur sasinë e eksplozivit në 27 dhjetor, 2 ditë përpara ngjarjes së rëndë. Nga shpërthimi humbi jetën 67 vjeçari Hysni Ymeri, ndërsa rrethanat dhe motivet e plota të ngjarjes vijojnë të mbeten të paqarta. Në deklarimin e tij, Bushati është shprehur se nuk ka pasur dieni se vendosja e territorit do të sillte humbje jete. Ai ka deklaruar se ishte informuar nga porositësi se qëllimi ishte vetëm frikësimi i një personi dhe jo vrasja. Sipas tij, momenti kur mori vesh për vdekjen e Hysni Ymerit ka qenë tronditës dhe i papritur. Bushati ka pohuar se për këtë veprim ishte kontaktuar nga 3 shtetas, Gjergj Zefi, Edison Hasaj dhe Ergys Ibrahimi, të cilët i kishin kërkuar të vendoste lëndën plasëse kundrejt pagesës. Ai ka theksuar se roli i tij ishte i kufizuar vetëm në vendosjen e tritolit dhe se nuk kishte informacion mbi arsyet apo objektivin e vërtetë të aktit. Ndërkohë, 3 shtetas të tjerë të arrestuar nuk kanë pranuar ngjarjen. Ata kanë mohuar çdo përfshirje si në fazën e hetimit në polici, ashtu edhe në gjykat ku janë përfaqësuar nga avokatët mbrojtës dhe kanë zgjedhur të mos japin deklarime. Motivi i vrasjes së Hysni Ymerit mbetet ende i paqartë. Hetimet janë fokusuar në 2 pista kryesore që lidhen me të kaluarën kriminale të dyshuar të familjes së viktimës, përfshirë një ngjarje të vitit 95 dhe një tjetër të vitit 2017. Policia dhe prokuroria vijnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe përgjegjësit e kësaj ngjarjeje. Një defekt i rëndë i tubacionit kryesor la qytetin e Vlorës pa ujë të pishëm për 5 ditë me radhë, duke prekur mijëra familje, biznese dhe institucione shtetërore. Organet ligjvatuese kanë nisur veprimet proceduriale, përfshirë dhe sekuestrimin e pamjeve të kamerave të sigurisë pranë zonës së defektit.
Qyteti i Vlorës mbeti pa ujë të pishëm për 5 ditë pas një defekti të rënd në tubacionin kryesor, një situatë që shkaktoi vështirësi të mëdha për mijëra familje, biznese dhe institucione publike. Mungesa e furnizimit ka sjellë reagime të forta nga qytetarët, të cilët protestuan si gjatë eventit gala të organizuar nga bashkia, ashtu edhe në ditët pasuese, duke kërkuar zgjidhje të menjëhershme. Pasojat e ndërprerjes janë serioze, duke prekur jo vetëm jetën e përditshme të qytetarëve, por edhe funksionimin normal të një qendre urbane dhe turistike si Vlora. Për riparimin e defektit, pajisja u desh të porositej nga Turqia dhe rikthimi i furnizimit me ujë u realizua në ditën e 5. Sipas burimeve nga policia dhe prokuroria, janë nisur veprimet procedurale për hetimin e ngjarjes. Janë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë të një subjekti privat pranë zonës së defektit, të cilat do t'i referohen prokurorisë për të dokumentuar momentin dhe rrethanat e ngjarjes. Hetimi pritet të fokusohet jo vetëm te shkaku teknik i defektit, por edhe te mënyra e menaxhimit të rrjetit të ujësjellësit dhe përgjegjësitë institucionale për mirëmbajtjen e tij. Qeverisja lokale dhe institucionet përgjegjëse do të përballen me pyetje mbi amortizimin e tubacionit, mungesën e investimeve dhe neglizhencën e mundshme në mirëmbajtje, për të përcaktuar nëse defekti mund të ishte shmangur me masat e duhura. Qytetarët dhe bizneset presin zgjidhje dhe përgjegjësi, ndërsa institucionet janë të angazhuara për të siguruar se ngjarje të tilla nuk do të përsëriten në të ardhmen. Hecime të tjera informacione në qendrën e numërimit dhe rezultateve vetëvendosja kurrizon me mbi 70% të votave me post nga diaspora, ndërsa LDK-ja dhe PDK-ja pasojnë me përqindje më të ulta. Rezultatet e përmbledhura tregojnë se vetëvendosja ka 50.50% të votave, PDK-ja 20.48% dhe LDK-ja 13.37%. Numërimi i votave me post nga diaspora në qendrën e numërimit dhe rezultateve po vazhdon, ku kurrizon lëvizja vetëvendosje me 71% të votave të deritanishme, ndjekur nga LDK-ja me mbi 10% dhe PDK-ja me mbi 9%. Ky numërim është pjesë e procesit për të garantuar që të gjitha votat e diasporës të përfshihen në rezultatin përfundimtar. Në rezultatet e përmbledhura, ku janë numëruar rreth 97% e votave, vetëvendosja kurrizon me 50.50%, PDK-ja ndiqet nga 20.48%, ndërsa LDK-ja nga 13.37%. Pas përfundimit të numërimit të votave me post, pritet të numërohen edhe votat me kusht dhe ato të personave me nevoja të veçanta për të përfunduar procesin dhe për t'i hapur rrugë certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili synon ta bëjë këtë para 19 janarit. Sipas rezultateve të deritanishme përkthyer në mandate, vetëvendosja do të ketë 57 deputet, PDK-ja 22, LDK-ja 15 dhe AK-ja 6. Fituesi i zgjedhjeve Albin Kurti ka deklaruar se shumë shpejt do të nisë procesin e formimit të institucioneve, por nuk ka përjashtuar mundësinë e zgjedhjeve të reja në rast se nuk arrihet një shumicë prej së paku 80 deputetësh për votimin e presidentit në raundin e tretë. Të nderuar teleshikues, do të njemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 6 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me reshje, shiu dhe stuhi lokale në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në jug reshjet pritet të jenë intensive. Paraditja do të karakterizohet nga shira të vazhdueshëm në veri dhe qendër, ndërsa pasditja do të sjellë reshje më të forta dhe stuhi kryesisht në jug dhe përgjatë Bregdetit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të dendura dhe reshjeve. Era do të fryjë mesatare deri e fortë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë Bregdetit pritet të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 6 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 6 janar do të jetë në orën 7, ndërsa perëndimi në orën 16:33. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 12 deri në 15 gradë Celsius. Kukës 10 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi 9 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë 13 deri në 16 gradë Celsius. Durrës 14 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj 12 deri në 17 gradë Celsius.
Elbasan 12 deri në 16 gradë Celsius. Berat 13 deri në 16 gradë Celsius. Korç 6 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë 14 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër 10 deri në 13 gradë Celsius. Sarand 14 deri në 17 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 6 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa duke sjellë vranësira dhe rreshje shiu në disa zona të vendit. Paraditja do të jetë me vranësira dhe rreshje lokale, ndërsa pasditja vijon me mod të paqëndrueshëm dhe rreshje të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 6 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 6 janar do të jetë në orën 6:59 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 6 deri në 9 gradë Celsius. Podujev 3 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj 5 deri në 9 gradë Celsius. Pej 6 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë 7 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 10 gradë Celsius. Malishev 5 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan 6 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 5 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik 5 deri në 8 gradë Celsius. Suhare 5 deri në 11 gradë Celsius. Prizren 5 deri në 11 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita, bashkë me ju takofshim në edicionin e ardhshëm.